Në mbledhjen e parë për këtë vit, Këshilli Bashkiak i Shkodrës i dha dritën jeshile projekt vendimeve të ardhura për miratim. Ndër vendimet kryesore ishte miratimi i përdorimit të fondit shtesë mbi ato të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në masën 6%, si dhe miratimi i kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet aplikuese që nuk janë shpallur përfituese nga sistemi pikëzimit. Në këtë mbledhje u plotësua dhe vakanca duke u dhënë mandati anëtarës së re të këtij këshilli, Daniela Jakoja. Në fushën e administrimit të pasurive publike u miratua shitja mjeteve të transportit me procedurë ankandi publik. Gjithashtu u miratua një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak lidhur me ngritjen e Këshillit Artistiko-Kulturor, shpërblimin e anëtarëve të tij dhe rregullorën për financimin e projekteve kulturore, artistike, sportive, rinore dhe promovimin e territorit. Këshilltarët Bashkiak dakurcuan edhe planin e mbarshtimit të pyjeve dhe kullotave të ekonomisë pyjore Rosek Rjoll, si dhe dhënia e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Gjithashtu u miratua raportin mbi punën 12 mujore të vitit 2025, si dhe listën e përfituesve dhe vlerën e subvencionit të qiras për individ dhe familje që nuk përballojnë qiran në tregun e lirë. Në fushën e arsimit dhe energjisë rinovueshme, u miratua projekti Sunny School, financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur, që parashikon instalim të impianteve fotovoltaike në 3 shkolla nëntëvjeçare, Ndremjeta, Salo Halili dhe Ndocmazi. Edhe në këtë mbledhje, nuk munguan debatet dhe akuzat mes mazhorancës dhe opozitës. Momenti që u bari konstruksioni i plot i Ndremjetës, është bërë me sistem qidhër, edhe qidhëri nuk e molën e si përfaqe që ka këtë më përpara e paneleve, do bëhet panelit plus që është me këtë fazën e dytë, edhe shpresojmë që ta realizojmë. Mos kena mi vendosje investimesh, pra kjo është rreziku dhe po harxojmë shumë të një shkollë duke përdorur tan sistemet e mundshme, Nuk është mi vendosje, nuk është mi vendosje investimesh, sepse ai ka qenë një investim që ka qenë më përpara se më bën rekonstruksioni i shkollës me ato panele dhe kam lu një pjesë ndërçimit, tash që duke qenë se kemi donacion, edhe është një diçka e folën për një donatorit, janë përzgjell 3 shkolla ku ka vend për mu vendos panelet, sepse ka edhe shkolla që nuk ka vende që mund vendosen panelet, duke qenë se duke është donacion dhe ban mirë kurse me energjinë shkon deri në 80% në shkollat ku përdoret për ndërçim, kurse në 80% pagesë për ndërçimin, në shkollat që përdoret për qiller ose për diçka tjetër, kurse deri në 30% pagesë kursimit të energjisë, mirëmbajtja është krejt e papërfillshme në vitet në vazhdim, për çdo që kanë mund të kenë defekte ose diçka ata sepse bëhet kryet nga ne. Donacion është e falun është edhe atuar mu investu në shkollat tona. Ky komision mete gjithmonë nën kontrollin e ekzekutivit. Qoftë edhe për zgjedhjen e antarëve, nuk ka një pikëzim, nuk ka propozime, nuk ka diçka, vim këtu me një diçka të kryme, pra hajde ta kalojmë dhe ta miratojmë. Prandaj unë mendoj që ndoshta duhet me menu në të ardhmen, me pru mënyrën se si zgjidhen aktivitetet, a ka një rregullore, a ka një standard ky komision. Komisioni gjithmonë në çdo mbledhje që bën, mban proces verbal edhe çdo gjë është transparente. Figurat e komisionit janë figura shumë të mirënjohura. Zulia Miloti, Zef Çoba, Ridvan Karakaçi, Roland Guli, Andi Hila, Arbana Bekteshi edhe Sara Smaja.